politik që në proces sharuam këtë pyetje. Po pyesin, a e ka shkru këtë reagim tuaj Deona Mihali, asnjëherë në jetë as kafes kompi nuk e njohun Deonën. Veç tung. Asnjëherë tjetër fjalë. Duna me shtu me fol. A kur kom qenë ma herët me PDK, LDK ose AK, kush ka shkru? Ha, pa lidhje po folin. Kush ka shkru? Deona Mihali, mos më thuj apet me PDK, LDK? Jo, po thot, kush ka shkru atëherë, kur unë im konë? A më ka shkru Deona Mihali edhe atëherë kur im konë me AK-n, me LDK-n? Po që se për nalë telefonit, 1% bateri. Unë e kom 1% bateri. Ate e kja? Unë e kom që s'kështë. Ushe ka tërgu mesajë, si po, ke si me koni shkru në pit Dejonës. Edhe nëse ka shkru vetë, adhere ka ra në ndikimin e asaj strategjisë lëvizjes vetëvendosi, kështu që është e qartë qëndrimi i saj. Një keq interpretim totalisht me qëllime të qarta, por nuk është ajo elementi që e karakterizon letrën tonë. Na jemi krejt qartë, të drejtat kushtetuese, gjithë përfshirje, ajo nuk është absolutisht diskutabile. Shaku, edhe një pyetje e kam. Në spektrin politik në Kosovë, nga pozicioni ku qëndron LDK-ja, a keni distancë të njëjtë si me vetëvendosjen si me PDK-n, apo dallon? Nëse dallon, si dallon? E para punës nuk e di pse po bën krahasime të tilla se na kemi qëndrime krejt të qarta ndaj lëvizjes vetëvendosje, për atë fola unë shumë gjatë dhe nuk është situata e njëjtë me PDK-n, për shkak se PDK-ja ka qenë në opozit, i kemi pas plot elemente, kauzat gjatë opozit bërjes, por ne jemi parti në vete. Nuk kemi absolutisht ndërlidhje, ose nuk kemi faturat që na ndërlidhin me njërin tjetrin. Ne si parti... Ndërlidhje të tonë me bo vetëvendosje, ajo tjetër, tyna është frika ja, mos të bëjmë qatë kompleks. Faktikisht edhe pyetja ju ishte në kuptimin që lidhej me narracionin, që të shpijet e narracioni i vetëvendosjes, që po dëshiron, ka dashur dhe gjatë 4 viteve të kaluara mi lidhë të gjitha partit opozitore. E shinin diskursin e saj, edhe thot partit opozitore, sepse ne jemi parti politike të veçanta. Po të veçanta një kohën edhe kër një kohën opozit me vetëvendosjen, po keni bo opozit bashk. Qa ka keq? Jo, veç pak. Bashk të bërit opozit mbështetet në kauzat e secilës parti politike. Disa mund të jenë të gjashme, të përbashkëta, po dhe mirë po, a priori janë të veçanta, sepse ne jemi parti politike e veçanta. Çështjet që ne i kemi ngrit, si kemi konsultu të tjerat parti, na janë bashkangjit gjatë rrugtimit, dhe kjo nuk është diçka që...